Kryetari i lëvizjes Besa Bilal Kasami ka bërë sot një koment politik që pretendohet në mbështetjen e votuesve ndaj koalicionit Vlen. Ai theksoi se çdo subjekt që largohet nga Vleni nuk ka përkrahjen e 107.000 votuesve, duke thënë se mbështetja për subjektin që mbetet ose për qeverinë do të rritet. Kemi thënë që legitimitetin e ka marrë koalicioni Vlen me 107.000 vota, të cilat i ka marrë në zgjedhjet e fundit, si koalicion i cili është përbërë nga parti shqiptare. Pra gjithë partitë tjera kanë qenë parti që kanë përfshirë në rrethin e tyre më shumë komunitete në maqetorinë të Veriut, dhe ne vlerësojmë se përfaqësimin e shqiptarëve, të drejtën e përfaqësimit të shqiptarëve ka koalicioni Vlen. Dhe përsëri këtu çdo subjekt, unë kam thënë dhe vazhdoj të insistojnë atë që çdo subjekt që largohet nga Vlen nuk e ka përkrahjen e këtyre 107.000 votave të cilat i ka marrë koalicioni Vlen. Prandaj, pa marrë parasysh numrin e deputetëve, unë vlerësoj që koalicioni Vlen vazhdon të ketë mbështetjen dhe përkrahjen e qytetarëve të atyre 107.000 votave të cilat i ka marrë, dhe sigurisht të ketë edhe legitimitetin, por këtu të sqarojnë opinionin që unë e pres që në ditët në vijim, kur do të merret edhe vendimi formal në kuadër të qeverisë për hapat e mututjeshëm, që numri dhe përkrahja e qeverisë të rritet dhe jo të